Me qënë se ishim te Amerika, kalojmë tani te Gjermania, do thoja unë. Flitet këto ditë që ka një lloj izolimi të kryeministrit Edi Rama nga gjermanët. Qarë që pranë kryeministrit të Shqipërisë kanë bërë edhe sulme madje ndaj Gjermanisë këto ditë, duke quajtur vend super të korruptuar etj etj. Çfarë fshihet pas kësaj marrëdhënie? Prandaj pash unë ishte mërzitur gjermanët shumë. Po. Flasim. Po mirë, nuk ka vërtetësi, domethënë, sepse unë kam lexuar edhe media të huaja përtej Tiranës. Problemi real qëndron i përplasjes maxhorancës me sistemin e drejtësisë. Sigurisht që nuk kemi më para një viti kur zoti Rama jepte garanci që antarësimi do jetë shumë i shpejtë etj. Kemi ardhur tek ajo politika reale, por nuk e dinim që do vini politika reale. Problemet e të majtëve në Shqipëri me këta të qendrës djathtë në Gjermani kanë qenë edhe para, nëse të kujtohet, në 2019 etj. Domethënë. Po nuk se ka ndryshuar gjë të madhe, sepse raporti i forcave është kështu, sepse në një njëjtën kohë ki parasysh që vërtet që gjermanët janë shumë të ftohtë, shumë të le të themi tashpër me përgjegjësinë me situatën në Shqipëri etj. Po erdhën këtu, erdhën eurodeputatë gjermanë që niveli më i lartë ata që erdhën këtu. Nuk takuan as Berisha. Pra de facto e kanë me Shqipërinë. Tash këto sulmet ndaj Gjermanisë janë vetëm naivitet politik. Tash a janë individual, a janë më të strukturuar, këtë se di, s'kam çfarë them, po edhe nuk ka blen që të merresh me gjë të tillë. Jo, po mirë, se për te oqeanit janë Amerikanët të rëndësishëm, në Europë sigurisht Gjermanët, këto janë dy shtyllat kryesore ku mund të mbështetesh. Ta thash pra, çështja është që realisht të gjithë presin, që ky zotëria që është zgjedhur para një viti për mandatin e 4 të qeverisë. Tash ky nuk qeverisë merr kohë për këtë, merr kohë për atë, shtyn këtë vendim atje. Dhe këta presin dhe thonë tash këtu çka ka, sepse në momentin që ti je mohues, domethënë ti nuk mund dalësh e thush që s'po priqen rrugët në Shqipëri. Sepse ai është mohues për çdo gjë. Mohues për korrupsion, mohues për krimin, mohues për këtë, mohues për atë, mohues për. Tash ky është mandatuar qeverisë, nuk është mandatuar të jetë bëj karakterin e të jetë bloger. Ky është mandatuar qeverisë, dhe qeverisja ka kostot e vet, ato që ka, se ndryshe e bën të gjithkush. Është mandatuar të marrë vendime. Jo për këtë, jo për këtë, jo për atë, jo për atë, jo për atë. Kush e ka fajin atë? Kështu që normal, çfarë pret që ta duart orkasin? Normal që se duart orkasin kush. Dhe në mënyrë të veçantë me këta me gjermanët, ai ka pas gjithmonë marrëdhënie më tashpra janë të largta kohët që e priste Merkeli sikur të kishte vëlla të vogël etj. Po s'është më as Merkeli, s'është më e njëjta Gjermani, bota ka kriza të tjera. E aq më tepër nuk është më Ukraina lëndë e parë e politikës ndërkombëtare, se vende si Shqipëria, Maqedonia, Kosova duheshin atë koalicionin e gjerë antirus. Si Rusia dhe Amerika kanë fizharmonik tjetër, temat janë të tjera, kështu që mos presim që ka ndonjë humor shumë të madh pozitiv. Jo vetëm me ne, po edhe me tjerët. Në raport me zgjerimin nuk ka humor pozitiv. Pra, forcat politike që janë në Gjermani, se ndryshe rritet AFD-ja në Gjermani. Nuk se janë objektive dhe duan një zgjerim të shpejtë. Kështu që prandaj them që është një moment në cilin reflektimi më i mirë ndoshta do të ishin sigurisht zgjedhjet e parakohshme. Me qënë se jemi në Gjermani, nuk e dija e ke lexuar një ditë më parë lajmin që qarkulloi se ambasadorja shqiptare ka emëruar një rus në përfaqësinë tonë diplomatike, ka nisur hetimet apo? Se di, nuk mund të flas për gjëra që nuk mund të flas për gjëra që nuk i njoh, që nuk e di. Di që takimet diplomatike janë të gjitha të aprovuara nga drejtoria e linjës në Ministrinë e Jashtme, po kështu dhe emërimet. Uroj që ambasadorja mos e ketë bërë një gjë të tillë ose për të qenë diplomat diku përveç kontratës punës e tjerë nga vendi punës që je, duhet kesh certifikat sigurie apo vime tjerë. Nuk e di, duhet të lexosh. Mirë.